Dëgjoni qytetarë të nderuar. Nxjerrja e ligjit edhe votimi i ligjit për kthimin e serbëve në Kosovë prej vitit 1998 e kënej është rikolonizim i ri i Kosovës, të cilat kanë me kriju dhe kanë me sjell probleme tepër të mëdha. E ato probleme kanë me qenë edhe probleme ekonomike, probleme ndërnacionale, kanë me qenë edhe unë tash e kom për obligim edhe diçka me tregu këtu. Në atë gjithë e dim se Miloševiqi këtu ka bodhe ndërtime, për shembull në Prishtinë. Pe në Lybës, e dete Simfonia, apo ajo që quhen objektet e Lesnës, ato të gjitha ato objekte evidentohen edhe bëhen të evidentuara për profesorët që kanë pas më kthye edhe që ka dhënë mësim në Universitetin e Prishtinës. Letrat ata i kanë. Bllokun që është u Flamuri, edhe ajo është ndërtuar, edhe puna e vrasht është ndërtuar krejtësisht dhe thirrën apo janë të regjistruar me emrat të serbëve të Kroacisë e serbëve të vendeve tjera, të cilët janë ikë pe aty në territori dhe janë në Kosovë. E kemi bllokun pastaj. Kështu në herë Zbeglisa i mojmë në vitet 90. Tash e kam për obligim edhe diçka me thonë. Edhe banesa Albin Kurti, këto e kum qitë edhe publikisht edhe kum shkrua, që e ka qitë në opinion se e kum shit banesën time, unë e kum për obligim qytetarët më tregu se bloku 3 katësh, i cili është e qeshmja bardhë, apo përfuni postës madhe, postës rejtë që është tash, edhe ajo është ndërtuar për kthimin e serbëve edhe kryesisht është ndërtuar për kuadrat serbe të cilat kanë punuar në elektroekonomi. Puna e vrash pra, është evidentuar dhe të gjithë i kanë kontratat e veta, të cilat që kjo banesë ka me qenë tyne. Mirë për pas largimit ose pas përfundimit luftës dhe fitores luftës të popullit shqiptar të QK-s, atëherë këto banesa i kthyen këta si kinse tash këto janë të elektroekonomisë, po ne e dimi shumë mirë, kemi përvojën edhe pe habitatit. Edhe banesat e pronën në pratëgjshmërinë që e kemi pas, që nuk e kemi blerë. Kjo kërstimi madh, zoti Xhati. Kërstimi madh. Jo kërstimi madh, ky është një problem që do të largohen sipas mendimit tim, pasi është aprovuar kjo ligj, krejt ata të cilët janë për këto banesa shqiptarët kanë mu largu. E ta shteti Kosovës normal që duhet m'ja pagu. Edhe Albin Kurti e ka marrë qashtu sa e banesë s'është ble, sepse nuk e mble asnjë nga ato banesa, pej punëtorëve. Albin Kurti, familja ati s'ka dhënë para për banesën tu? Familja dhe banesa ati është knena të Grondi, është në qendër. Ajo banesë është që është ndërtuar gjatë punës Miloševiqit. Ajo nuk ka qenë banesë, ku ka qenë Albin Kurti, ku ka jetuar. Ajo banesë nuk ka qenë banesë, ato ja kanë dhënë banesë qeveria, që më thoshë, që qeveria Kosovës edhe kjo ndërmarrja e banesave. Ja ka dhënë pa pare. Sepse Albinit për kreta i blok është marrë pa pare. Në emër... Për zotin Kurti që e njohemi si figurë publike. Edhe për zotin Kurti. Zotin Kurti ka banuar në qatë blok që ato. Kush e ka banuar banesë zotit Kurti? BVI edhe normal që Komuna e Prishtinës edhe qeveria. Se kur kush tjetër. E përkohshme e drejtuar nga? E drejtuar nga BVI e Kosovës. Qeveria e përkohshme e drejtuar në atë kohë nga Shimthoqja, po? Po normal nga qeveria e drejtuar për Recep Bajram Recepit. Po. E qatë kohë është marrë dhe zonë dhe kanë fillu dhe i ndërtu që ato, bele ato i kanë ndërtu dhe i kanë mere me tu ndërmore qeveria e Kosovës nga Bajram Recepi ndjeri, po. Po dhe, që e qeveria e përkohshme. Jo, qeveria ka drejtuar, zotit Thoqës. Po në 2004. 2004, do më thonë, a i ka qenë koalicion. Po. Qeveritori Kosovës. Tash, kjo është një. Kjo është një problem, o fjala për Prishtinën, që këto e di, dhe e di pse di, sepse unë pas luftës me njëherë, e kom pas një pozit, që kom pas si përfaqësues basis lokale në Dardani, po. Që këto gjona i kom përcjellë dhe i kom shënime nga kret. Edhe kush kanë hinë për banesa që kanë hinë, sepse u mëndeshë mira ato dhe mi stabilizuhe. E një prej tyne me njëherë ka fillu edhe që këj bloku i banesa që ka qenë, qaj të posta, bloku i banesa që është sëtë, të më thënë të kjo, që shtirit kjo,
e biblioteka Hifzi Selimoni që është atë në rrugë, Po. edhe ajo është në emën sërbe, do më thonë me letra Serbis edhe tasaj kohë jenë të sërbet. Me këtë ligj, Me me këtë këtë marrëveshje ligj, që ka bërë Kurti, aty në ju krejt duhet ata me kthy shqiptarë edhe që- duhet me kthy prona. krejt ata shqiptarë që banojnë këto objekte, Kanë mu largu për objekteve. E Si? tash kjo është bare e qeverisë Kosovës. Se sërbet kanë mi marrë me këtë ligj. Kthyrja e sërbe. a mund ndryshohet, a mund ndalet kjo ligj, si mund ndalet? Shkërqysh. Kësë ka mundimën, ja di pse. Se dokumentacionin Kosovë që ka arë prej Serbis është dokumentacion fotokopje. Nuk është originali. As e regjistrimit popullsis, as e agencioni Kosovar të privatizimit, as e dokumentacione pra. Krejt të janë, e vendentohen si prona sërbe.